Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Në fokus të analizë sot do t'jenë tarifat reciproke. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekonomia më e madhe e botës që jep çdo vit 1/4 e prodhimit global, me shpalljen e tarifave reciproke në formën e një urdhri ekzekutiv më datën 2 prill në Shtëpinë e Bardhë dhe më pas me zyrtarizimin e tyre dhe hyrjen në fuqi më datën 9 prill, me sa duket janë duke ndryshuar hartën e shkëmbimeve tregtare mes vendeve të ndryshme të botës. Tarifa nga më të lartat, por edhe nga ato më të pranueshme, vazhdojnë të përshfaqen, të ndryshohen edhe sipas negociatave midis vendeve të ndryshme të botës dhe administratës amerikane. Shqipëria përballet me një nga tarifat më të ulta, është fjala për 10% të këtyre tarifave reciproke dhe bën pjesë në grupin e vendeve që kanë një deficit tregtar të ndjeshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump i ka cilësuar këto tarifa si etike për vizionin e tij ekonomik, ndërkohë që ekspertë ndërkombëtar i cilësojnë ato si pragun e një lufte të re tregtare. Ne do të flasim sot me ekspertin e ekonomisë, gazetarin e njohur Bardhi Sejdarasi, pikërisht për këto tarifa, ndikimin e tyre global dhe sigurisht edhe për reagimin e palës shqiptare lidhur me këto tarifa. Bardhi, mirë se erdhe në analizë. Faleminderit për ftesën. Në fakt është një temë të cilën ne gazetarët do të duhet që ta përditësojmë gjatë gjithë kohës. Ashtu siç e thash edhe në krye të herës, tarifat e vendosura nga presidenti Trump për importet hynë në fuqi në datën 9 prill, pas shpalljes së tyre në datën 2 prill, tarifa këto të quajtura reciproke, gjithëpërfshirëse, për sa i përket eksporteve, kemi të bëjmë gjithashtu edhe me shtimin e 60 vendeve të tjera, të cilat do të përballen me tarifa nga 11% deri në 50%. Priten sigurisht negocime mes palëve të prekura, ato po ndryshojnë dita ditës edhe në momentin që flasim. Juve në përgjithësi, në një tablo të përgjithshme, si i shikoni, si i vlerësoni këto tarifa dhe meqense përditësimet janë shumë të shpeshta, cili pritet të jetë edhe ndikimi afatshkurtër, sepse nuk dihet se çfarë mund të ndodhe dhe ka disa përditësime që ndodhin edhe brenda ditës lidhur me to. Ju keni shumë të drejtë për sa i përket dinamikës të lëvizjes të gjitha këtyre politikave që janë politikat të mbrojtjes së ekonomisë. Në datën 2 presidenti Trump e quajti dieta e çlirimit të Amerikës, pikërisht pjesën që lidhet me ndryshimin e tarifave. Tarifat nuk janë gjë tjetër, janë taksë doganore që vendosen për të gjitha produktet që importohen dhe eksportohen nga shtetet respektiv. Do e mos që kishte një arsye të madhe presidenti Trump, të cilin e kishte lajmëruar edhe gjatë zgjedhjeve, gjatë fushatës së zgjedhjeve, sepse deficiti tregtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës në përgjithësi, deficiti global ishte në një shifër tmerrsisht të lartë, $1 triliard. Gjë që bënte qeverinë amerikane po dhe autoritetet që merren me pjesën e taksës doganore që të reagonte në mënyrë të menjëhershme me qëllim që të eliminonte pikërisht këto barriera që vinin edhe nga shtetet e tjera. Nisma e fundit Trump prej 184 shtete dhe vazhdon të jetë mjaft dinamike. Ne po flasim dhe ndërkohë mund të ketë prapë nisma të tjera, ndryshime. Tash që të gjitha u bën për një arsye të vetme, nuk u zgjot parimi i reciprocitetit. Sipas autoriteteve dhe këshilltarëve të Trumpit, po u zgjot një parim i tillë që u vendos një taksë doganore 10% për një shtetesh, përfshirë edhe Shqipërinë në rast, ndërkohë që për shtetet e tjera u morë në konsiderat përgjithsisht taksa doganore vendosur nga shtetet ndaj produkteve amerikane në shtetet e tyre, pothuajse pjesëtuar më dysh. Fjala vjen një pjesë e shteteve të cilat kishin tarifa shumë të larta doganore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju vendos jo thjesht shifra 100% sa që kishin tarifa doganore, por përgjysmimi i tyre, dhe kështu ndodhi me një numër të konsiderueshëm shtetesh. Të gjitha këto u bën me qëllim që të krijojë mundësia e shlyerjes së pikërisht këtij deficiti të madh tregtar. Që është mjaft e vështirë, po të kemi parasysh se çfarë ndodh në ekonominë globale. Kjo solli një fortunë të vërtetë. Fortuna e parë ishte në reagimin e madh të bursave, një reagim që dihet fillimisht ishte psikologjik, dhe pastaj më pas edhe llogaritjet që bëjnë investitorët e ndryshëm në bursë. Duke bërë që në fillim fare dëmi më pati një rikthim në normalitet. Brenda disa ditëve pati një rikthim, sepse siç e thash efekti është psikologjik pas fari, sepse askush nuk e di. Do t'ju them me bindje të plot që edhe sot që flasim, edhe nesër që do flasim, asnjë nga ekspertët, ndërkombëtar, vendas, kushdo qoftë, titullar
qoftë që fshin dhe pjesëtarët e qeverive të gjitha shteteve nuk arrin dot të përcaktojnë se cili duhet të jetë ndikimi në finale i këtyre tarifave. Nuk mund ta është mjaft e vështirë sepse nuk mund të ketë llogaritje. Për një situatë në lëvizje dhe në ndryshim. Sepse këtë tham, ju thatë që në fillim me ta shumë mirë që ka një dinamikë të lëvizjes së përditshme të këtyre tarifave dhe askush nuk e di se si do të reagojnë tregjet. Reagimi siç ju thash, tregjeve fillimisht është ai i bursave, që është psikologjik dhe që më pas rregullohet gradualisht. Reagimi i dytë vjen nga investitorët, që po ashtu është prapë investitori më i madh në bursë ka kërkuar një moratorium tashmë, që me qëllim që të mos kemi dëmtim të tillë. Edhe vendet e ndryshme gjykoj se janë kapur disi në befasi për sa i përket shpalljes tabelave që tashmë ato foto janë shpërndarë në të gjitha mediat e botës, qoftë edhe në mediat sociale në këtë rast, jo vetëm nuk është më një problem ekonomik. Duke e parë ne si gazetar këtë përtej shifrave, përtej tabelave, përqindjeve, ky është edhe një problem politik dhe një problem geopolitik dhe një problem social. Megjithatë, meqense kjo temë është trajtuar në hapësirën ekonomike të programeve tona në mënyrë profesionale ekonomike, gjë që ne sot nuk mund ta bëjmë, por ne do të shikojmë pikërisht prandaj përdor dhe fjalën ndikim për vetë faktin e reagimit dhe për vetë faktin e pasojave, të cilat gjykoj se në radhë të parë janë për sipërmarrjen, por edhe për qytetarët konsumator. Le të ndalemi tek Shqipëria. Ne kemi 10% që në fakt, siç e thash edhe në fillim, është një tarif me ullët e mundshme, kjo për Shqipërinë. Megjithatë, në vitin 2024, Shqipëria, që t'i referohemi disi shifrave dhe për të parë ju si ekspert për t'i thënë edhe atyre që po na ndjekin se ku jemi me këtë situatë. A duhet të preokupohemi shumë, a duhet të mobilizohemi? Në 2024, Shqipëria ka importuar nga Shtetet e Bashkuara $205 milion mallra dhe kemi dërguar në Shtetet e Bashkuara 3 herë më pak, 70 milion. Eksportet shqiptare me SBA-n kanë rënë me 28% në vitin 2024. Shkaku ishte vlera e ullët e dollarit në tregun tonë të brendshëm. Këto janë të gjitha shifrat zyrtare pra. Kësaj vështirësie i shtohet tani dhe rritja 4 herë e tarifës doganore amerikane, nga 2.4% shkon në 10%. Sektori që goditet më së shumti është ai i bimëve mjekësore, ndërkohë që kemi të bëjmë edhe me sektor të tjerë të industrisë minerare, siç është giza apo çeliku, dhe përfaqësuesit i kemi parë këto ditë, kemi parë përfaqësuesin e shoqatës së bimëve mjekësore, zotin Gjoka, i cili ka kërkuar nga qeveria shqiptare një mbështetje për përballimin e kësaj tarife. Cili është komenti juaj dhe na sillni një panoramë më konkrete për sa i përket tarifave reciproke amerikane dhe biznesit shqiptar dhe reagimit shqiptar në këtë rast? Shqipëria është treg i vogël dhe sigurisht nuk mund të ndikohet. Në gjykimin tim dhe duke bërë analizën e këtyre shifrave, nga 20 miliard lekë në 7 miliard që kemi eksportet tona, nuk ka ndikim të madh për shkak të kësaj tarife. Tarifa mesatare në Shqipëri për të gjitha mallet dhe produktet amerikane ka qenë 3.3. Dhe sigurisht që nga 3.3 në 10% ka një rritje. Do e mos, por po të kemi parasysh atë që u thash në fillim që pritshmëritë janë të tilla që fjala vjen, bimët medicinale kanë një elasticitet të çuditshëm. Pra, ne nuk mund ta dimë sot se cila është kërkesa e investitorëve amerikanë apo e produsëve apo manufakturave amerikane që përpunojnë pikërisht bimë medicinale. Pavarësisht nga kjo tarif 10%, ata mund të vazhdojnë të kërkojnë bimë medicinale shqiptare, siç është Rebela, Trumza kështu me radhë. Dhe është fakt që po kërkohet ajo. E dyta, ne mund të gjejmë dhe mundësinë, prandaj ka elasticitet tregu, që të kemi mundësi që sepse një pjesë e mirë e bimëve medicinale nuk shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Shqipëria, por shkojnë nëpërmjet Gjermanisë. Do e mos se Gjermania ka tarifën 20%. Këta investitorë shqiptar që i çonin me 20% tarifë doganore produktet e tyre të bimëve mjekësore, tashmë mund të çojnë nga Shqipëria me 10% dhe prapë fitojnë 10%. Pra, tregu është i tillë që askush, prandaj u thashë në fillim që nuk ka si ekspert të kombëtar, as vendas që të përcaktojë se çfarë do ndodh. Kështu që Shqipëria ka mundësi të mëdha. Në gjykimin tim, në analizën që kam bërë, Shqipëria ka mundësi të mëdha që jo vetëm thjesht produktet e veta ti mund t'i eksportojë me tarifë 10%, që është një tarifë
pothuajse e pandijshme, po dhe të shteteve të tjera rrotullisht mund të kenë mundësi që të prodhojnë në Shqipëri dhe të eksportojnë nga Shqipëria. Gjë që do të thotë kam parë këto reagime të ekspertëve të shumtë shqiptar të ekonomisë, atyre më të njohur, që e kanë quajtur këtë tarifim si një mundësi për Shqipërinë. A mund të ndalemi pak? Kjo është normale. Është një mundësi, siç që thash, është një mundësi. Mundësia e parë është që partnerët vendas, pra investitorët shqiptarë, kanë mundësi të kërkojnë partnerë të tjerë veçanërisht nga Shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët kanë tarifa deri në 20% dhe më shumë se 20%. Bashkimi Evropian ka rreth 20%. Pra, çdo kush mund të vijë të prodhojë në Shqipëri produkte të tilla për të cilat ka nevojë tregu amerikan dhe ti eksportojnë nga Shqipëria, duke fituar nga 10 deri në 15% ulje të çmimit të këtyre produkteve për sa i përket tarifimit. E njëjta gjë mund të ndodhë me kompanitë të cilat në fushën e eksportit mineraleve, siç e përmendët ju, mund të eksportojnë nga Shqipëria, mund të nxjerrin dhe të eksportojnë nga Shqipëria. Pra, krijohen mundësi të mëdha brenda vendit për të prodhuar brenda vendit. Kjo është strategjia që ka ndjekur presidenti Trump, i cili thotë të gjitha fabrikat që ndodhen anë kënd botës dhe që janë me pronar dhe me teknologji amerikane të rikthehen në Amerikë. Ju e dini ka një debat shumë të madh brenda Departamentit Amerikan të Shtetit. Dhe debati i madh është midis Navarros, që është eksperti kryesor i tarifave, dhe Elon Muskut, i cili madje disa herë ka dhënë deri në fyerje, nëse e kemi ndjekur. Sepse ai thotë që ju s'jeni asgjë edhe pse keni diploma vardi, jeni thjesht një test me tulla. Jeni jashtë budallar, i thot Masku, pikërisht Navarros. Dhe Navarro që i thot, zotëri, ju nuk jeni prodhuesi makinës Tesla, ju jeni thjesht një asamblues, pra një përdorues i pjesëve që prodhohen në gjitha vendet. Pra, shikojeni se sa i madh është debati dhe ky debat sigurisht që ka një efekt në disa qindra miliard dollar, sepse bëhet fjalë pikërisht për këtë zinxhir produkte që mund të prodhohen gjitha vendeve që asamblohen apo shihen apo eksportohen në një vend caktuar. E përmenda këtë fakt për të thënë që mundësitë janë të pafundme që edhe Shqipëria edhe rajonit kenë mundësi që të shfrytëzojnë pikërisht këtë mundësi që jep kjo tarifë. Unë di që ndikimi për shkak të nivelit jo më lart se 1.6% deri në 3% të prodhimit të brendshëm të eksportit total që kemi ne, nuk mund të jetë aq i madh sa të kërkojë ndryshime në të strukturën apo mbështetjen apo subvencionet. Dhe këtë e shprehu shumë mirë kryeministri në takimin me komisionerin Kallas, i cili i tha që ne nuk kemi asnjë shqetësim për sa i përket tarifave amerikane, do të vazhdojmë në këtë nivel që jemi pavarësisht nga kërkesat e Ky është edhe qëndrimi i qeverisë. Ky është qëndrimi i qeverisë. Ndaj tarifave. Shqipëria është mirë që të ketë mundësi tani të gjejë mundësi të negociojë me partnerë ndërkombëtar, me investitorë tuaj kudo që janë, që të shfrytëzojë pikërisht këtë mundësi. Dhe siç u thash, ka dhe një mundësi tjetër. Shqipëria ka që nga viti 1989 që ka një traktat me Shtetet Bashkuara të Amerikës që është shteti i favorizuar në tregtinë ndërkombëtare. Shteti i favorizuar në tregtinë me Shtetet Bashkuara do të thotë që tarifat e vendosura në shkëmbimet tregtare janë ose të reduktuara ose zero. Mund të shfrytëzohet edhe ky potencial që është edhe në fuqi. Nuk ka një afat skadence ky traktat? Nuk ka skadence, traktati është nënshkruar në 89 dhe vazhdon të sot të jetë të fuqishëm kësaj dite, asnjë shtet nuk e ka anulluar. Edhe vendet të rajonit mund ta shfrytëzojnë këtë mundësi që lidhet pikërisht me Shqipërinë dhe me nivelin e tarifimit të saj për sa i përket taksës doganore. Është një mundësi e mirë. Dhe ndërkohë ndalemi tek Bashkimi Evropian, sigurisht që shifra 25% e tarifave reciproke me Bashkimin Evropian ka vënë në lëvizje të gjitha vendet. Liderët e Bashkimit Evropian kanë filluar bisedimet të shqyrtimin e tarifave, madje zyrtarët kanë deklaruar se opsioni i tyre i preferuar do të ishte negocimi dhe një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nga ana tjetër, propozimet e Bashkimit Evropian tani duket që kanë edhe një plan të mirë strukturuar me 4 faza, të cilat fazën e parë hyn në fuqi më 15 prill, përfshin tarifën shtesë 25% ndaj drithrave, perimeve, duhanit, automjeteve, elektronikës. Pastaj është parapar një fazë tjetër më 16 maj, ku janë tarifat për automjetet, çelikun, ndërtimin e të tjera si këto, pra një plan i Bashkimit Evropian dhe synimi i Bashkimit Evropian për të mos u kundërvënë, por thjesht për të bërë negocime me palën amerikane. Do të ndikojnë këto tarifa sigurisht të Bashkimit Evropian edhe në pjesën tjetër të Europës, ndoshta edhe në vende si Shqipëria. Ekspertët mund të njohin ndërkombëtar në fakt e quajnë të gabuar reagimin kundër tarifave vendosur nga administrata amerikane. E quajnë të gabuar në kuptimin që lufta tregtare nuk ka fund dhe nga kjo luftë tregtare s'ka asnjë të fituar, janë të gjithë tokë pa përjashtim. Por
ka një problem të madh që lidhet përsëri me administratën. Edhe pse zakonisht Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian ka kërkuar që të negociojë përpara se të vendos tarifat, dhe tarifat vendosen në 5 apo në 9 prill, apo tarifat që do vendosen në maj. Gjithsesi janë tarifat të cilat duhet të negocioheshin. Kjo është kërkesa e Komisioneres Evropiane. Kjo është dhe pjesë e tratativave që janë duke u bërë, qoftë midis Bashkimit Evropian dhe Kinës, qoftë midis Bashkimit Evropian dhe Indisë, që janë paktën në fazën fillestare. Po ka prapë një problem të madh. Problemi i madh është që edhe pse shumica e autoriteteve në Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë vendosjen e zonave të lira ekonomike me zero taksë të dyashme, ka qenë presidenti Trump i cili e ka kundërshtuar totalisht. Edhe shtetet në rajon kanë kërkuar marrëdhënie tregtisë lirë në kuptimin e tarifave zero për shtetet respektive. Pra zero Shqipëria, zero Shtetet Bashkuara. E kështu me radhë. Por presidenti thotë, ju të Bashkimit Evropian më keni 375 miliard euro deficit. Dhe ju duhet të blini energjinë time me këtë shumë, dhe mbas kësaj shumë filloj negociata. Kjo është një çështje e madhe, kjo është një çështje komplekse, sepse është e pamundur që ta nisësh bisedën që në këtë gjë. Duket që këtu nuk ka negociata, sepse kjo është një detyrim dhe kjo është një diktat, një shantazh. Madje do flasim pak më vonë mbase edhe për sa i përket tarifave vendosura për sa i përket Kinës, edhe qeveria kineze e ka quajtur me plot gojë një shantazh që vjen nga shtetet. Nëse ajo është një temë shumë më komplekse, sepse janë tarifat e tilla komplekse, por unë po ju them që Bashkimi Evropian tani për tani e ka të pamundur që të negociojë pikërisht tarifat që ka vendosur. Do ketë kundërpërgjigje, nuk diskutohet, sepse nuk mund të dëmtosh të gjitha produktet që eksportohen në Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet këtij lloji komunikimi. Sigurisht. Dhe unë them që do të gjendet në një moment të dytë, nisur nga presioni që bëhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nisur dhe nga ndikimi që kanë sidomos, siç u thash, bursa, sepse shiko, nëse në vende të tjera janë investitorët të cilët investojnë në bursë dhe presin fitime nga bursa, në Shtetet Bashkuara ka një specifik. Janë qytetarët, janë pensionistët, të cilat i kanë pensionet. Ndikojnë jashtë mase dhe ka të lidhura me bursë dhe çdo humbje e bursës është një humbje e madhe për buxhetet familjare. Unë mendoj që shumë shpejt, në gjykimin tim, do të ketë negociata midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, madje midis vetë Komisionit të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qëllim të gjetjes së një gjuhë të përbashkët që të eliminojë të paktën këtë përplasje të madhe midis nivelit shumë të lartë të tarifave që janë vendosur ndaj shteteve të Bashkimit Evropian, për sa i përket tregtisë midis Shtetit Bashkuara të Amerikës. Për të mbetur te Bashkimi Evropian dhe juve e përmendët pak më parë, ka patur dhe një dialog, sepse Bashkimi Evropian dhe Kina janë nga më të prekurat nga tarifat dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka diskutuar me kryeministrin kinez Li Qian mbi një zgjidhje për problemet e shkaktuara nga tarifat për importet të vendosura nga presidenti Trump. Dhe zonja von der Leyen ka theksuar përgjegjësinë e Europës dhe të Kinës si dy tregje më të mëdha në botë për të mbështetur një sistem të fortë tregtar, të reformuar, të lirë, të drejtë dhe të themeluar në një fushë loje të barabartë. Nga ana tjetër, të dy politikanët kanë diskutuar krijimin e një mekanizmi për të gjurmuar devijimin e mundshëm tregtar që mund të shkaktojnë tarifat. Dhe nga ana tjetër, në analiza të ndryshme ekonomike, thuhet që Bashkimi Evropian druhet se Kina do të ridrejtojë eksportet e lira nga Shtetet e Bashkuara në vendet e Bashkimit Evropian. Shkruajtë, janë pothuajse të tërësuar të gjitha parimet e Organizatës Botërore të Tregtisë. Janë parime mbi bazën e cilave vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan për shumë vite që të respektojë standardi i tregtisë ndërkombëtare. Sot nuk mund të flitet më për globalizim, është edhe poshtë. Tani ka filluar të flitet për proteksionizëm. Të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, veç e veç, po dhe vetë Komisioni i Bashkimit Evropian, janë në negociatat të vazhdueshme, pothuajse të përditshme. Shtetet përpiqen që të mbrojnë prodhimet e tyre, sikundër kërkon që të mbrojë prodhimet e veta edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por barazia në shkëmbimet tregtare ishte një çështje që ishte fiksuar në parimet e tregtisë ndërkombëtare, e Organizatës Botërore të Tregtisë. Sot kjo nuk funksionon. Kështu që përgjigjja dhe kundërpërgjigjja është pjesë e të gjithës, e të tërës, sepse nuk mund të diskriminohet prodhimi i vendi për shkak të një tarife që vendos një shtet tjetër, që e vendos disa herë me diktat. Ky ishte një diktat. Pra, ishte caktuar dhe ora që në orën kaq, datën kaq hyn në fuqi tarife e re. Gjë që do të thotë që edhe reagimi duhet të jetë pothuajse i njëjtë. Në gjykimin tim, shtetet
e ndryshme të Bashkimit Evropian janë duke u përgatitur dhe janë përgatitur një pjesë e mirë e tyre që të kenë mundësi të mbrojnë prodhimet e tyre duke vendosur tarifa ndaj produkteve vendas. Nuk po flas për historinë që lidhet me produktet e veçanta, vetëm po ju tregoj një rast që lidhet me vitin 2016, kur presidenti Trump mori presidencën e parë. Ai vendosi që orizet e soja të kishin sanksione, pra të kishin mundësi që të tarifoheshin me tarifa shumë të larta. Dhe kështu ndodhi, ai vërtet i tarifoi. Por brenda një periudhe të caktuar kohe, $10 milion humbën fermerët amerikanë për shkak të këtij bllokimi të madh. Gjë që bëri qeveritë amerikane që nga fitimi që siguroi nga tarifat e marra në dogan të subvenciononte pikërisht me 9.6 milion, pra me pothuajse aq sa kishin humbur, të subvenciononte fermerët, sepse ndryshe duhet falimentonin. Gjë që më bën të kuptoj që edhe sot nuk është një loj kaq e thjesht, loja e tarifave dhe loja e taksave doganore, sepse duhet marrë në konsiderat çdo element që lidhet me dëmtimin apo mbrojtjen e prodhimit vendas dhe pastaj edhe tregtin. Nuk ka shtet në botë që i prodhon të gjitha vetë. Si shkërkon Shtetet e Bashkuara. Nëse më përpara kishte një formulë që ne e përmendim Amerika e para, tani ka dalë një formulë e dytë që thot Amerika vetëm. Pra, nëse do të vazhdoj kështu, Amerika mbetet një shteti vetëm që do të ketë përballë të gjithë shtetet e tjera të botës, të cilat nuk mund të tolerojnë dëmtimin e produkteve të tyre, e njerëzve të tyre, e qytetarëve të tyre. Dhe besoj që këtu është dhe pjesa e debatit të madh që u përmenda midis Navarrës dhe Elon Muskut, apo midis të tjerëve edhe zëvendës presidentit të Shtetit Bashkuara, të cilët po kërkojnë, qoftë edhe biznesmenët, po kërkojnë një moratorium që duhet të bëjë qeveria amerikane me një numër shumë të konsiderueshëm shtetesh, me qëllim që të eliminojë të luftën tregtare. Dhe ky shok kaq i rënd do të shoqërohet edhe me masat të cilat në një farë mënyre do ta neutralizojnë atë goditjen e rënd. Dhe ajo që bie më tepër në sy dhe që i ka bërë ekspertët që ta quajnë proteksionizëm, që ta quajnë luftë tregtare, janë pikërisht në mënyrë të veçantë tarifat e shpallura ndaj Kinës. Bëhet fjalë për një fazë të re që hyri të mërkurën e kaluar, kur administrata Trump njoftoi një tarifë prej 104% për mallrat që vijnë nga Kina drejt Shteteve të Bashkuara. Dhe Kina ndërkohë ka reaguar, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës e quajti bullizuese vendosjen e këtyre tarifave, përveç se edhe në kundërshtim me Organizatën Botërore të Tregtisë, dhe Kina ka prezantuar një letër të bardhë të titulluar Pozicioni i Kinës për disa çështje në lidhje me Kinën, Shtetet e Bashkuara, ku theksohet se marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara ka rëndësi jo vetëm për këto dy vende, por dhe për stabilitetin dhe zhvillimin e ekonomisë globale, duke patur parasysh që janë dy ekonomitë më të mëdha në botë. Dhe nga ana tjetër, sipas diplomacisë kineze, tarifat dëmtojnë tregtinë globale, sigurinë, stabilitetin e zinxhirëve industrial global dhe ato të shërbimit. Dhe megjithatë, Pekini zyrtar është shprehur i gatshëm për të komunikuar për zgjidhjen e çështjes me dialog. Dhe nëse sigurisht edhe juve e keni parë tashmë, nëse flasim për tarifa, menjëherë në krye të listës është Kina dhe marrëdhëniet midis dy vendeve. Ne kam tikur me vëmendje edhe njoftimet zyrtare të gazetës zyrtare Xinhua, sepse ata përgjithsisht shprehin politikën zyrtare të qeverisë. Ne kam parë që po, është vërtet. Po keni parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju drejtuar në 3 nivele e Kinës, vendosën në fillim 20% tarifë doganore, e shtuan këtë në 34 dhe pastaj e shtuan me 50 me ideen që ju duhet të ishni patjetër tarifën 34%. Gjoja ishte mjaft e ashpër, por reagimi në gjykimin tim ishte reagim i dur, i ashpër i dur, sepse është ajo që u thash që duhet mbrojtur prodhimi vendas dhe duhet mbrojtur kjo balancë midis tregtisë ndërkombëtare. Unë gjykoj që kjo luftë do të vazhdoj, kjo luftë tregtare tani do të vazhdoj, sepse palët ende nuk janë ulur në tryezë dhe madje është deklaruar që ne nuk mund të ulemi në tryezë nëse ju nuk kishni këto tarifa. Po kjo është një lloj, si të thuash, që po hiqini ju tarifat që ne keni vënë më përpara që të ulemi ne me ju në tryezë, pra është një dialog, nuk mund të jetë një monolog. Në gjykimin tim, duke qenë se janë dy ekonomitë më të mëdha në botë, qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Kina, të dyja shtetet duhet të negociojnë për sa i përket tarifave për të mbrojtur ato sektorë të ekonomisë që janë për të mbrojtur, në të dy palët që preken nga kjo tregti ndërkombëtare. Por lufta është e tillë që në një periudhë afatmesme do jetë e pamundur që kjo të realizohet. Dhe kjo nuk shoqërohet vetëm thjesht me tarifat që janë vendosur Kinës dhe ekonomisë kineze, po shoqërohet edhe me tarifat që janë vendosur në 184 vendeve që janë po ashtu për të negociuar. 84 nga këto vende kanë rënë dakord
që të kenë mundësi që të ndryshojnë tarifat duke favorizuar pikërisht kërkesën që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po unë ju thash që është mjaft e vështirë që edhe mbas këtyre negociatave borxhi apo deficiti i madh që vjen nga tregtia ndërkombëtare e Amerikës të ulet ashtu siç kërkon presidenti Trump. Ai borxh, ai deficit vazhdon të mbetet i tillë dhe në fund fare ku ishte i gjikundit çfarë bëre isha asgjë, sepse ideja është thjesht që të ulesh $1 triliard, që nuk mund të ulet edhe në këtë fazë. Kjo është arsyeja që ekspertë më të njohur ndërkombëtar dhe mediat më të njohura ndërkombëtare vazhdojnë të presin me këshilli të madhe se cilat janë apaqeth njëri shtet apo shteti tjetër, njëri qeveri apo qeveri tjetër, me idenë e mirë të gjithë atyre që presin të negociatave, të rënies dakord për të patur pikërisht një qetësim të kësaj lufte të tmerrshme tregtare. Unë do ta quaj të tmerrshme tregtare sepse është e tillë se prek të gjitha qelizet ekonomike kudo në botë. 184 shtete nuk janë pak. Patjetër. Përballë një shteti. Dhe prandaj ajo përmenda që në fillim faktin që nëse thua Amerika e para, tani duhet të thuash Amerika vetëm. Dhe kjo është një mundësi e mirë që autoritetet, ekspertët të shprehen pikërisht për këto politika. Ju thash, ka filluar debati brenda në Shtetet Bashkuara dhe vazhdon dhe në Europë dhe kudo, madje edhe në Kinë. Kemi debat shumë të madh që lidhet me mënyrën se si do t'i kundërpërgjigjesh këtij diktati, këtij shantazhi si e quante sinuara në këtë. Dhe në fakt është, do të thoja se fjala tarif nuk është përmendur ndonjëherë kaq shumë në media edhe në. Ju duhet ta dini që kur ishte në zgjedhje, presidenti Trump tha fjala më e bukur në fjalorin e gjuhës amerikane është tarif. Është fjala tarif, po. Dhe le të shpresojmë që me gjuhën e negociatave dhe me ulje në bisedime dhe me dialog do të arrihet. Kjo është zgjidhja vetme. Do të arrihet një marrëveshje për të shmangur luftën tregtare që analistë të ndryshëm e kanë potencuar si të mundshme që mund të ndodhë. Barbi, unë të falenderoj për gjitha opinionet që ndave në analizë për temën e diskutuar. Faleminderit për ftesën. Të dashur miq, sot në analizë trajtuam tarifat e administratës amerikane gjithëpërfshirëse të cilat prekin vende të ndryshme të botës, sigurisht edhe Shqipërinë, dhe si do të jetë, si pritet ndikimi i tyre, a do të ketë një luftë tregtare, a do të mund të shmanget ajo me rrugën e bisedimeve. I ftuari sotëm eksperti ekonomist, gazetari i njohur Barbi Sejdarasi, dhe ju që na keni ndjekur, ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.